martuar së për kërë familje, pas datës 18 gusht, por deri në atë datë normalisht duhet të njihemi mirë. Le të shohin njërë gjithsesi deri në atë datë. Po, e njëjta gjë është e vlefshme edhe për shembull e demit. Madje për shembull e demit kemi një mundësi do ketë romanca për demin? Po, dhe romanca shumë serioze, në kuptimin që personat që njihen nuk është se janë persona kalimtar, bën për vërtet personat e tyre të jetës. E njëjta gjë është e vlefshme dhe për shenjën e dashit. Në këto momente shenja e dashit ka një seriozitet shumë të madh në jetën e tij. I merr gjitha gjërat seriozisht dhe kjo i bën mirë. Jo, në kuptimin që jep rëndësinë e dur çdo njeriu që në jetën e tij, prandaj dhe kemi më tepër mundësinë, sidomos pas datës 30 qershor, që të prezantohemi me lidhje, ose me persona që mund të krijojmë lidhje shumë më të shëndetshme. Kjo është më tepër prioriteti për femrat, më duhet të nënvizoj, që janë tek shenja e dashit, po ashtu dhe tek shenja e luanit kemi të njëjtën prioritet, që femrat kanë më tepër mundësi që të kenë lidhje të tilla. Po për të bërë prindër, pyeta? Atëherë, për të bërë prindër, shenja e dashit vazhdon që të jetë. Në këto momente kemi shenjën e peshqve dhe shenja e bricjapit. Edhe bricjapit. Pra janë gati. Po, janë gati, këto jemi gati. Le të jemi në një farë mënyrë. Po, jo vërtet për të kryer familje në këto momente, këto janë tre shenjë që kanë më tepër mundësi në këtë pikpamje. Po, thash, do ta marrim pak edhe atë anën tjetër, tani ndoshta është pak e vështirë për të dëgjuar, por gjithsesi, kush janë shenjat që po përjetojnë ndoshta aktualisht ose që do të përjetojnë vështirësi në çift, në marrëdhënie, në martesë, çfarë duhet të kenë parasysh? Atëherë, shenja që ka pak a shumë probleme, ose që mund të ketë probleme në këto momente, një në radhë të parë do të jetë shenja e demit. Kjo jo sepse nuk ka mundësi që të krijojë lidhje, sepse përmenda pak përpara, por duke qenë se mund të ketë problem pak a shumë me veten e tij, nuk di se ku qëndron. Dhe kjo mund të thotë që lidhjet aktuale mund të jenë të sfiduara për të krijuar diçka të re, diçka të re në një moment të dytë, sikur se tham, Ndërkohë që shenja tjetër, e cila është pak a shumë duke perceptuar veten e saj shumë mirë dhe pozmadhojnë të gjitha gjërat në jetën e saj, shenja e gaforës, kjo nuk do të thënë se nuk ka fat edhe për të krijuar diçka të re, por lidhjet aktuale dhe ato janë të sfiduara. Pra këto janë shenjat se lidhjet aktuale janë të sfiduara. Prandaj dhe kemi edhe mundësinë që të mbarojnë këto si lidhje. Ndërkohë që janë e qetë që nuk u përmend binjaku, jo, binjakët nuk e kanë. Binjakët maksimum mund të kenë pak a shumë grindje për të krijuar dinamika të reja, po nuk mund të them që kanë. Për të ndryshuar atë monotoninë e përditshme thua, më thon thjesht për adrenalin. Po. Kjo është problemi për jetë që pastaj i binjakëve, apo jo, është disi problemi i tyre. Po, doni vazhdimisht domethënë që të jeni të stimuluar. Po. Që në këtë këndvështrim, po themi edhe në raportin me dashurinë, po mirë që në kemi edhe një sa, domethënë në një të përgjithshme, nëse mund ta themi kështu, situata duket pozitive. Individi po. Individi.